nuk është se ne nuk kemi frikë nga Vjosa, se është me vërtet është një përbindsh i vërtet. Ne urojmë edhe shpresojmë në Zot që të mos ketë dalje, se po doli pastaj me të vërtet ne kemi histori të hidhur me Vjosën dhe në vitet do me thënë më përpara, në 2015 dhe në 2017 jemi përmbytur, kemi lënë djersën dhe gjakun aty, do me thënë nuk është faje asnjërit, po jemi si jetim në këtë pjesë, se kemi bërë protesta, kemi bllokuar dhe rrugë, nuk kemi pas asnjë lloj ndihme as nga bashkia, as nga shteti, as për verifikim se çka ka ndodhur nuk ka ardhur asnjëri, edhe vetëm Zotit i lutemi që të mos dalë Vjosa se jemi të pashpresë nga shteti. Ndërkohë juve jeni lajmëruar. Po. Për rrezikun që mund të kanoset, por ato të mjaftonte vetëm lajmërimi. Gjithsesi, kjo është pjesë e fundit që mund të bëjë dhe shteti vetë, se ajo është në dorë të Zotit, se është diçka e pa imagjinueshme si fuqi. Vjosa është një tmerr i vërtet po doli. As shteti, as njeri nga ne nuk ka fuqi të bëjë asgjë. Pjesa më e bukur do ishte që nëse ne mos ndodh kurrë, po nëse ne jemi të dëmtuar, të ngrihet një grup, një komision, dhe të thotë kush janë këta robrit, këta personat që kanë sera realisht, jo të filloj gënjeshtra, se kemi e ripërsëris që kemi histori që ne u mbytëm edhe fshatra në Kodër mirënin ndihmë. Këto janë gjëra domethënë që ndoshta janë të hidhura kush do na dëgjoj gjithë shqiptarët në këtë moment, se ju jeni televizione korrekte dhe shumë serioze, kombëtare madje, por ne jemi të pashpresë nga shteti. Nuk e di. Do i madhi Zot që të na ndihmojë mos dalë Vjosa, edhe shteti mos të harxojë nga buxheti asnjë kokër leku, po shpresoj ju t'jeni mirë, ne të jemi mirë, të gjithë së bashku, ju bëni punën tuaj, neve i lutemi Zotit në çdo moment dhe jemi këtu në terren, gjithë së bashku dhe po e monitorojmë gjendjen, po është për momentin jemi okay. Po me sa na thonë që është në përmetën këteja është në rritje, kjo nuk e kemi iden mund vi dhe për 20 minuta vim Vjosa ti se ke iden ç'a ndodh. Që të